Rahim, në emër të Allahut mëshiruesit, mëshirbërësit. Të nderuar shikues të televizionit Koha, jemi këtu me programin e titulluar Mesazhe Ramazanit 2025, i cili organizohet nga Miftinia Tetov. Sot në emisionin ton kemi teologen e nderuar Ainur Emini, me të cilën do të flasim rreth temës roli i familjes në aromën e Ramazanit. E nderuar, mirë se keni ardhur. Mirë se ju gjeta, faleminderit. Si duhet të agjërojë një shtëpi apo një familje Ramazanin? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Falënderimet dhe lavdrimet i takojmë vetëm Allahut, Zotit të botrave. Përshëndetjet shkojmë për Muhammed Mustafan, pejgamberin ton, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë besimtarët që ndjekin rrugët dhe gjurmët e tij deri në ditën e gjykimit. Temën në fjalë të cilën e kemi sot në këtë ditë të muajit të bekuar të Ramazanit, kemi të flasim për familjen, se çfarë roli ka në aromën e muajit të bekuar të Ramazanit. Para se t'i përgjigjem pyetjes të parashtruar, kisha dëshirë të paraqes se muaji Ramazanit është një muaj që është paraqet një thesar që e stolis dhe pasuron jetën e besimtarit musliman me lloj-lloj margaritaresh. Dhe në këtë muaj, ky muaj Ramazan mbart në vete mirësi dhe begati të shumta, ku në të ka falje gjunahesh, ka fshirje të gabimeve dhe ka shpëtim nga zjarri i xhehenemit. Këtë muaj Allahu xhaleshanuhu e vlerësoi shumë, i dha një vlerë të lartë ku tha: "Më lini mua që të vendos për këtë muaj, domethënë shpërblim më të madh që do ketë besimtari musliman, do e ketë xhenetin." Vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çdo herë thot i përgëzonte shokët e tij gjatë ardhjes së këtij muaji të bekuar, duke e paraqit atë vlerën dhe rëndësinë e këtij muaji, duke ju thënë: "Muaji i Ramazanit ju erdhi. Në këtë muaj hapen dyert e xhenetit dhe mbyllen dyert e zjarrit, e prangosen shejtanët." Në këtë muaj, në çdo natë të këtij muaji, një thirrës thret dhe thot: "O ti që kërkon mirësinë, afrohu, o ti që kërkon të keqen, largohu." Dhe kështu në çdo natë të këtij muaj, Allahu xhaleshanuhu largon apo shpëton prej zjarri krijesat e tij. Ky muaj paraqet na sjell neve mëshirë, bereqet, falje gabimesh, ashtu siç e përmenda më lart, fshirje të gjunaheve dhe largim nga zjarri i xhehenemit. Inshallah të jemi edhe ne prej tyre. Përveç kësaj, përveç se është një periudhë adhurimi dhe reflektimi, muaji Ramazanit na paraqet edhe një muaj ku forcohen më shumë lidhjet familjare, gjithashtu edukohen breza të rinj, edukohen fëmijët në frymën islame dhe kështu familja merr një atmosferë të mbushur me mirësi dhe me besim në këtë muaj të bekuar. Se i përket pyetjes së parashtruar se si duhet të agjëroj një shtëpi apo një familje muslimane, si duhet të agjëroj, duhet të dimë në fillim se familja është themel i shoqërisë. Është themel i shoqërisë dhe është vendi ku përjetohet më së miri fryma e muajit të bekuar të Ramazanit. Gjithashtu është e rëndësishme që të dimë se agjërimi nuk është vetëm një akt individual që të kryen veç unë ose vetë ti si person, mirë po është një përvojë e përbashkët që ndikohet e tërë shtëpia muslimane. Nga kush? Nga agjërimi. Familja përmes agjërimit apo përmes namazit obligativ ose namazit shtesë, që është namazi i teravive, që është i veçantë në muajin e Ramazanit, po ashtu edhe veprave tjera të mira që kërkohen që të bëhen në këtë muaj, siç janë leximi i Kuranit fisnik, sadakaja, dhikri, më shumë dhikr, kështu me radhë këto vepra, domethënë e gradojnë familjen muslimane dhe e vendosin në një pjedestal më të ngritur shpirtëror në këtë muaj të madhrishëm.
E kemi ajetin kuranor ku Allahu Gjeleshanuhu thot, Bismillahirrahmanirrahim, Ja eyyuhalladhina amanu, kutiba alejkumus siyamu, kema kutiba alelladhina min qablikum, la'allakum tattakun. Që është ajeti që është bërë obligim agjerimi, ku Allahu Gjeleshanu thot, o ju që keni besuar, ju është bërë obligim agjerimi, ashtu si që ju është bërë obligim edhe atyre para jush në mënyrë që ju të bëheni të devotshëm. Nga ajeti në fjalë, ne kuptojmë se agjerimi më ton të formoj personalitetin komplet të përsosur të një individi, për çfarë të largoj të ligat dhe gjërat e ndyta nga zemra e besimtarit musliman në mënyrë që të fitoj edukatën e Ramazanit dhe agjerimit. Ku vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, më i miri prej jush është ai i cili është më i miri me familjen e tij, e unë jam më i miri me familjen time. Do me thënë, shumë qartë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e paraqet se më i miri nëse dëshiron që ta arrish atë epitetin se je më i mirë, do me thënë je me familjen tënde, sepse nuk ka nevojë tjetri më lart pa mos qenë i kënaqur joti, do me thënë familja jote. E kur do t'jesh i kënaqur, atëherë do e arrish atë shembulltyrën, atë shkallën, piedestalin më të lartë të edukatës tënde. Dhe kjo prenga-fitohet vetëm se nga agjerimi. A është Ramazani koha ideale për forcimin e lidhjeve familjare? Sa i përket muajit të Ramazanit, na paraqet kohën më ideale për marrëdhënie të forta që mund të krijojnë anëtarët e familjes ndërmjet veti. Duhet të dim se koha moderne apo koha e sotshme është një kohë me të vërtet e ngutshme, është një kohë shumë dinamike dhe gjithë terminet apo punët të cilat i kemi të bëjmë me të vërtet janë një pengesë që kanë penguar edhe antarët më të afërt të familjes të hyjnë me njëri tjetrin dhe të shihen me njëri tjetrin. Edhe këtu mund të them se muaji Ramazanit vjen si një promotor për afrimin e familjarëve ndërmjet veti. Këto si mund t'jenë, do me thënë mund t'jenë si lexojnë gjatë muajit të Ramazanit familjarët qëndrojnë më shumë bashkë, si duke fal namazin me xhamat, duke lexuar më shumë Kuranin fisnik. Dhe gjëja që e veçon më shumë Ramazanin është edhe ndarja e iftarëve të bereqetshme që bëhen ndërmjet veti. Këtu, edhe pse në muaj tjerë duhet t'jetë zakon të besimtarët musliman. Nuk duhet që të ekzistojë kjo mos kemi ndërlidhje familjare, farefisnore. Përsëri, muaji Ramazani duhet t'jetë i veçantë për këtë gjë, do me thënë të shkëmbejmë iftare me njëri tjetrin, të shkojmë tek njëri tjetri, do me thënë të kemi një lidhje të fortë familjare. Dhe kjo e gjë e dallon vetë muaj i bekuar i Ramazanit, ku ndajsh iftare me shokët, me farefisin e kështu me radhë, ku vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka folë shumë për vlerën e lidhjeve familjare, dhe gjithashtu kemi edhe ajete kuranore tjera që flasin ku vetë Allahu Gjeleshanu thot Bismillahirrahmanirrahim, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsanan wa bidhil qurba wal yatama. Që do me thënë besoni Allahun Gjeleshanuhu. Allahu Gjeleshanu do me thënë u drejtohet besimtarëve ta besojmë dhe mos t'i bëjmë shok atij asgjë. Thot respektojini prindërit, të afërmit, jetimët dhe të varfërit. Me thonë Allahu Gjeleshanuhu pas besimit ti madhështor na dërgon neve që ta respektojmë së pari prindërit, pastaj edhe të afërmit. Dhe kështu shkon me radhet e tjerat. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kush përgatit një iftar për një agjërues, ai do ta ketë shpërblimin e tij të barabartë me të dhe nuk do t'i paksohet shpërblimi aqsa i agjëruesit. Inshallah. Po si ndikon muaji Ramazanit në aspektin edukativ? Se i përket aspektit edukativ, edhe këtu Ramazani ka një ndikim shumë të madh në aspektin edukativ, ku ashtu si që kemi ajete të shumta dhe hadithe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me tekst të veçantë veçoj ajetin të cilën e përmenda më parë, ku Allahu Gjeleshanu e bën agjerimin obligativ
E këtu me agjerimin e shohim se Allahu xhaleshanuhu agjerimi e edukon personin të jetë edukativ, të jetë tolerant, të jetë human, të jetë bëmirës, të jetë human, të jetë me karakter të fortë e senzibil. Dhe personi me këtë edukat, do me thënë prej agjerimit të cilin e fiton, ai bëhet shembulltyr, sidomos për brezat e rinj, të gjithë personat e familjes, dhe ajo familje do t'jetë shembulltyr, si edhe në shoqëri. Koha më e vlefshme e muajit të Ramazanit është edhe ajo pjesa se në këtë kohë brezat e rinj, fëmijët e vegjël, shumë përfitojnë gjatë këtij muaji, se zakonisht e kemi se gjatë muajit të Ramazanit fitojmë shumë që të ngritet familja jonë në grada të larta të nevojave të fetare të muajit të Ramazanit, ne mund t'i ndajmë disa pika, 3 pika që do t'na nevojiten neve për ngritjen e familjes tonë në nevoja intelektuale fetare. Si për shembull, i kemi këshillat prindërore, ku më të vjetrit apo prindërit ju rin gati shumë fëmijëve, duke ju thënë mos e bën atë, mos e bën këtë, ji kujdesshëm, tash jemi në muajin e bekuar të Ramazanit. Këto këshilla ekzistojnë gjithmonë mes prindërit të vjetërve dhe të rinjve. Mirë po, muaji Ramazanit është më ndryshe dhe është rasti më i delikat dhe është rasti më i nevojshëm që duhet të miremi me këto lloj këshilla që kemi. Do me thënë të vjetërit dhe të rinjt u këshillon të rinjve që të jemi sa më afër tyre, duke i këshilluar që të shkojnë drejt rrugës së drejtë dhe të shfrytëzojnë muajin e Ramazanit. Se i përket pikës së dytë është edhe ligjëratat ditore. Se i përket ligjëratave ditore, sot falënderimi takon Allahu xhaleshanuhu që na ka mundësu që në çdo xhami kemi ligjërata të ndryshme, kemi shumë ligjërata, nuk ekzistojnë vetëm 1 ose 2 ligjërata në gjithë Ramazanin. Kemi 2 apo më tepër ligjërata vetëm në një ditë të muajit të Ramazanit. Dhe kur ta shohim këto ligjëratat, nuk janë vetëm për të moshuarit, nuk janë të kufizuara, ato janë për të rinjt, janë për prindërit, janë për të vjetrit, janë po ashtu edhe për femrave, na kanë mundësuar që të mbajmë ligjërata dhe të kenë komunikim të fortë midis neve gjinisë femrore. Dhe kështu shohim se tek familja nuk shkon që të mësoj vetëm një person, po shohim se gjithë janë në xhami dhe secili e mëson atë dijen fetare dhe kështu ajo si familje ka një atmosferë ndryshe nga muajt tjerë, do me thënë e rrit atë pastron shpirtërisht familjen e tij nga çdo gjë e keqe. Dhe gjithashtu tjetër pjesë janë edhe mediumet elektronike, po ashtu edhe ato të shkruara, janë pjesë kur është koha e Ramazanit, ato më shumë flasin për elemente fetare, islame, dhe kështu njerëzit nga do që të shkojnë do dëgjojnë tema fetare, intelektuale dhe kështu ato do të përfitojnë edhe si familje. Në fund, cili do ishte mesazhi juaj për shikuesit? Sa i përket përfundimit, duhet të dimë se Ramazani është një mundësi e bekuar, edhe duhet të shfrytëzohet në mënyrë maksimale për çdo individ besimtar musliman. Duhet të dimë se familja është vendi ku fillon ndryshimi dhe nëse në të mbizotëron fryma e devotshmërisë, do të jetë më e lehtë të përhapim bereqetin dhe mirësinë gjatë këtij muaji. Allahu xhaleshanuhu na ndihmoft dhe na ndihmoft që ta përjetojmë edhe të përfitojmë gjatë këtij muaji të Ramazanit në familjet tona. Amin. Amin. E nderuar, ju faleminderit për këshillat e vlefshme që na e dhat, si dhe juve shikues të nderuar për kohën dhe vëmendjen tuaj. Lusim Allahun xhaleshanuhu që të na e pranojë agjerimin, lutjet dhe ibadetet tona. Deri në takimin ton të radhës.